Lidhe zemën me Allah. Jepja hakin punës tonë dhe lënja ndonë Allah. Ama o që s'po shkon, s'po del, s'po mrin, bën sabër. Ka Allahu plane, ka Allahu hikmete, si kuptemu në ti. Ama nëse bëjmë sabër, veç dal nga dal kanë më nadal shesh hikmetet e planeve të Zotit. E nësë kina me i prej, kina me shiu. Shembu, pse s'jep Zotit ty shumë pasuni, se e din Zotit për ty shumë ma mirë se që ti e di për vetën tone. Pak me të ashtu pasurin të habit, pak me të ashtu pasurin e hub gjamin, pak me të ashtu pasurin e hub gjematin, pak me të ashtu pasurin i hub shokt, pak me të ashtu pasurin e hub familjen. E Zoti e din se ti sje i aftë me menagju me shumë pasurin, tje pak. Thuj elhamdulillah, me atë që e ki. Se qka t'jep Zoti 100% është ma e mirë për ty, se ajo që ti mund është me li për vetën tane. Se ti nuk e di qka është ma mirë për ty. Edhe na kena po realisht shumë djemëtëri dhe shumë trektar të ri, që uaqeri Zoti dyrët e qeve dhe tokës dhe të furnizimit. Edhe për një kohë shkurt u bon, masha Allah, u bon të pasurit e qytetit. Ama për një maj, hupi shokët, e hupi gjamin, e hupi namazin, e hupi gjematin, i hupi, do më thonë, shokët e sinqert që kishte, që nuk e dëshin për parat që i ka, për dëshin se janë rritë bashkë, edhe ma në fund e hupi edhe familjen. Tash as gruja, as fëmijët nuk e shikojnë me sy të mirë, për shkak gabimeve që ai i bën në parën që ja ka dhënë Zoti dhe Xhelal. E tash, kjo pasuri që edhe këty njerit a u bo mirësi dhe begati, a u shëndru në gazep edhe në dëshkim, o valë gazep edhe në dëshkim. A i fund për thotë, jam i gatshëm me dhënë këtë pasurin, veç me këthy familjen. Jam i gatshëm me dhënë këtë pasurin, veç me këthy shoqërinë e vjetër. Jam i gatshëm me dhënë këtë pasurin, veç me këthy qetësinë, lumturinë dhe rahatin e vjetër. Andaj mos u habiti, mos u shatëso shumë e shumë. Se fundit, askush për neve nuk e di se kur ka me vdek. Edhe qka, pse me vrapu kush ka shumë pas një